që prej datës 20 maj të gjithë drejtuesit e automjeteve do të paguajnë 50% më pak për taksat vjetore të makinave. Vendimi i qeverisë hyri këtë të hënë në fuqi. Vetëm paradite në zyrën qendrore në kryeqytet, ku bëhet pagesa e taksave, janë paraqitur mbi 500 qytetarë. Se për gjithë është gjë e mirë, se ku paguan gjysmat. Më lirë ku do të na falin. Për të përballuar fluksin, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor thotë se janë marrë të gjitha masat. Ka qenë një fluks relativisht i lartë, kryesisht i përballueshëm. Drejtoria ka marrë masat për të përballuar në mënyrë sa më të mirë dhe efikase këtë ngarkesë që pritet të jetë gjatë këtyre ditëve. Ligji i ri parashikon që për ata drejtues automjetesh që do t'i paguajnë taksat brenda datës 30 qershor, nuk do të ketë asnjë penalitet. Formula që përcakton nivelin e taksës së makinave llogaritet në bazë të cilindratës së automjetit, vitit të prodhimit dhe llojit të karburantit.